deri sa kjo që to shpesher ke menu që ka orkoha. Apo, e pse po ndodh kjo, apo, tash e kuptoha që këtë më urësi kanë qenë, subhanallah. Çdo gjykimi Allahut është në vend, prandaj mas pari sëbih, krejt që ka ndodhë, madhrej Allah në gjellë sa është i patmeta, caktimi Allah në gjellë është i patmeta, a i gjykon me urëci, ti shpesher e ke gut punën, e ke menov që pse tash, e pse këta, e pse ky, lej këto pse këto kalojnë, fesëbih, subhanallah. E kupton që krejt kanë qenë të koordinuara edhe të udhequra me caktimin edhe me dijen Allah xhallahu ala, el alim el hakim, i gjithdijshmi edhe i urti. A u sprovove? Ti thosh elhamdulillah që besojnë Allah xhallahu ala. Çka begatia kryesore të njerëzve. Këto tjerat pastaj janë çështje që Allah te barekutaala. Nuk duhet me e kushtëzu falënderimin me begati. Nëse Allah te barekutaala falënderohet mbi begatit, falënderohet Allahu xhallahu ala për çanën e tij për kryer, veç pse është Allah. Pse është Ar-Rahman Ar-Rahim, që ta është elhamdulillah, për. Para se me t'jap ty, për. Thush elhamdulillah. Për. Andaj, ka elhamdulillah Rabbil Alamin, pse? Pse Ar-Rahman Ar-Rahim, apo, pse është i mëshirshmi, elhamdulillah që kena zot me këtë mëshirë, elhamdulillah. Andaj gjenë besimtarin, barkun e zbrazur, e gjenë i smut, i lodhur nga smundja. A me gjenë të thonë, elhamdulillah. I lëmë unë për Allah në gjellë valër. E gjena tjetërin, i shnosh, e i pasën këtë mirat, prapë sot, elhamdulillah. Po thot, Allah në një mundë dhe se shtiru mopën. Aj s'ka hin vetë Allah të komplet. Probleme ka, s'ka hin nga porte e adhurimit. Aj ka hin nga porte e përfitimit. Ka hin fe nga porte e përfitimit. Thot që pi që përfane, alhamdulillah, përshkon biznesi mirë, punë përshkoj mirë, po. E kër Allahu xhallahu tani të falë sa bojnë, apën edhe hum bizneset, subhana, u falë sa bojnë, s'di pëse hupa. Apo? E ja, s'bën kështët. A hup, a fitanë, që është tjetër. Ti veç kur ke besu në Allah ke fitu. Që ka që e përmanëm. Veç kur e bu musliman ke fitu. Mjaftën që ke fitu në njetë. Krejt tjera që ka vinë masaj tani, vinë, elhamdulillah, zvinë, o petë elhamdulillah. Nga se të nërëvëzën, mere regull njëtën tonë. Mere regull njëtën tonë. Allahu te baraka u ta'ala, kur nuk i merë robit atë që ja ka dhonë, veç më ja marë me lonë për to. Së ndodhë. Allahu ja merë robit diçka që ja ka dhonë, për mi dhonë diçka ma shumë se që ka pasë. Gjithë që shtot, gjithë është. Ama a robit u qitë shkelma, e hup edhe të parë në dytën. Shkelmet e tje kanë hup. Ama Allah i konë, po të marë dhe të ara me tjep një mi. A i kaj pëse mi morë dhe. Po du me të dënë ma mirë, me të ngritë. Se kuptën apë. Andaj, ka ardhë fesebbi bihamdi rabbik. Të adin që i kini za që zga banë, asë nuk flanë, asë nuk banë zullum, apo? Wa ma kane rabbu kanesia. Zotë të sëharan, apo? Allah nuk i banë zullum askujtë, so ka ajtë në Koran së banë padreci. Gjdo gjykimi e ti është i sakt, i drejt, i duhur, i urt. Andaj, në kuadrët e kësaj, ka thoni Ibn Qayyim rahimullah, krejt hajrin dunja është i lidhër me një sen. Ta kuptër se qka dënë Allahu bëhet e qka dënë Allahu nuk bëhet. Që të mësaj edhe esër në tësh. E kuptove? Veç kam bëdi hava, e mërizë bëdi hava, se s'ka më bo që është du shte as aj, që është dënë aj ku më bëhet. Sa ma shumë pajtuat zemrë me ta e para. Dhe e dyte e kuptën se atë qka aj dënë është për të mirën tone, se ati si du është heq, hapi i dytë, i tretë është udhëzimin në rrugë të Allahut dhe qetësia e shpirtit.